Debati në rrjetet sociale mes deputetes së Partisë Socialiste Zeqineta Çaushi dhe influencueses së njohur Dea Michel ka sjellë reagime të shumta në rrjet. Edhe aktori dhe moderatori i njohur Julian Deda ka bërë së fundmi një postim në Instastory, ku i drejtoi deputetes së Partisë Socialiste duke i thënë se gafat e Deas nuk i prishin punë askujt. Sipas Dedës, Dea Michel nuk paguhet me taksat e popullit e si pasojë, as nuk ka arsye me na dhënë llogari dhe as ne nuk kemi pse i kërkojmë. Nga ana tjetër, Juli shton se Zeqines duhet i kërkojmë llogari dhe ajo është e detyruar që të jap llogari pasi i paguhet nga taksat tona. Postimi i plot i Julian Dedës në Instastory. Po lexoja këtë debatin mes Dea Michel dhe shoqes Zeqine, ku ky e fundit i pas ka nxjerr gafat e Deas në rrjetin e saj social. Ti thot dikush shoqes deputete se ne nuk na prishim punë as gafat, as mënyra e jetesës dhe as fotot dhe videot e Deas, sepse ajo nuk paguhet nga taksat tona dhe si rridhoj, as Deas ka pse na jep llogari, as ne s'kemi pse i kërkojmë. Ndërkohë e kundërta ndodh kur bëhet fjalë për shoqen Zeqine, të cilës duhet i kërkojmë dhe ajo është e detyruar të na jap llogari, sepse kur mendon se deputetja legjendare paguhet me taksat tona, atëherë ndryshon situata. Ti thot dikush deputetes se ne e paguajmë për të bërë ligje në parlament, për të propozuar politika për të përmirësuar jetesën e shqiptarëve dhe jo për ta ulur nivelin e kuvendit aty ku nuk mban më. Si mund të merret një deputete me këto gjëra? Po s'ka faj Zeqineja, fajin e ka kush e solli deri aty. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.